Kryeministri britanik Keir Starmer ka prezantuar planin e ri të shpenzimeve për mbrojtjen, duke parashikuar një rritje prej 15 miliard funtesh për modernizimin e forcave të armatosura dhe përgatitjet e vendit për sfidat e ardhshme të sigurisë. Plani vjen si një nga nismat më të mëdha të qeverisë së tij në fushën e mbrojtjes dhe pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të politikës së sigurisë në vitet në vijim. Sipas planit, shpenzimet për mbrojtje në Mbretërinë e Bashkuar do të arrijnë rreth 80 miliard funte në vit deri në vitin 2029. Objektivi afatgjatë parashikon rritjen e tyre në 3.5% të PBB-s deri në vitin 2035. Starmer pritet ta paraqesë këtë strategji edhe në samitin e NATO-s në Ankara më 7 dhe 8 korrik, ku Britania synon të konfirmojë angazhimin e saj për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Plani përfshin investime në teknologji ushtarake, përfshirë dronë dhe sisteme autonome, krijimin e një force detare hibride dhe modernizimin e ushtrisë britanike. Po ashtu parashikohet forcimi i aftësive bërthamore të vendit dhe zhvillimi i një programi për avion luftarak të gjeneratës së re për forcën ajrore mbretërore. Plani ka marrë mbështetje nga përfaqësues të sektorit të mbrojtjes dhe sindikatave, të cilët e kanë vlerësuar si një garanci për stabilitet dhe investime në industrinë ushtarake. Megjithatë, kritikët e konsiderojnë planin të vonuar dhe të pamjaftueshëm për sfidat aktuale të sigurisë ndërkombëtare.